thotë na i shkruani kështu. Jo, vetëm na i firmosi, ti kemi bërë gati, thotë se si do ta shkruash, ta sillësh. Në përgjime këto Basir? Sigurisht që po. Do i bëj publik. Po i grumbulloj që të bëhen sa më shumë, që mos dalin me 4-5 faqe. Njerëzit të informohen. E kemi këtë detyrë ne. Pra në përgjime. Ne thotë, ta kemi qu gati. Vetëm firmosi dhe na e sill se ashtu duhet. Pra vetuesit, rivlerësuesit. Po si e çon ti gjykatës e prokurorit gati? Po ne kemi them ta hetojmë atë. Të çpon tani këtu krijohet një cikël pengmarrësish. Dhe këta për shkak të këtyre mëkateve penale të fshehura, edhe kësaj ure kalimit të dyshimit, janë gjithmonë të pafuqishëm për shkuar në dhënien e drejtësisë. Ne nuk bëjmë pjesë, unë them, tek ata njerëz që duhet shoh njerëz në burg. Unë duhet shoh fajtor në burg, jo të pafajshëm. Dhe nuk pretendojmë që të shkojmë tek amnistia e tyre njerëzve që kanë konsumuar vepra penale, këtu ndoshta struktura e posaçme edhe për shkak të pafuqisë infrastrukturore. 20 prokuror, 60 oficerë të BKH-s, në numri i lartë i dosjeve. Por ajo që më bën skeptik është që 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet një dosje, natyrisht që edhe italianët që erdhën para 3-4 ditësh kishin me vite që hetonin. Po kur mbërritën këtu, erdhën dhe sollën urdhën arreste. Sollën një numër të konsiderueshëm prova, sekuestrime dhe një farë mënyrë ky partneritet. Unë vëre në backgroundin e shumë ngjarjeve që kur vinë italian, gjerman, amerikan, anglez, shqipëri me dosje, ulen e flasin me prokurorët tanë, gjykatësit tanë, konferencat shtypin e deri në darkë kemi ndar thënë. E nisën dhe bitisën punën. Mas 6 muajsh kërcet gjumi këtu dhe duhet gjesh një pastrues të marrë prurat e dosjeve. Se ka shembuj të tillë. Po për të kthyer tek ta mbyllur le të themi tek kjo e çështës së Veliës, gjykata sa më drejt në ardhin pra janë vendime unifikuese që u referuan pastaj edhe për çështje të tjera, se kështu shërben edhe praktika gjyqësore në drejtësi për shumë vendimarrje, por këtu kemi të bëjmë me një hetim të papërfunduar. Unë kam thënë që për dosjen e teatrit prisja kisha dëgjuar javën e fundit që do kishte zhvillime. Ka një vendim gjykatës kushtetuese për sa veprime që duheshin merresh një përgjigje nga hetuesit. Prisja të kishte zhvillime dhe them se do ketë. Ajo e Ndragetës që është, se këtu ka një gjë shumë interesante te kjo e Ndragetës, që ndërtimin e pallateve, që ka ardhur është procedimi numër 17 në prokurorin e posaçme me vitin 2020. E numër. Një nga të pandehuri të kësaj dosje që ka ardhur me përgjigjime këtu, është dënuar në Itali me 7 vjet burg, formës prerë. Këtu vazhdon me tendre. Në Tiranë. Ai niku i partisë Halilis se ka. I dënuar atje. Po klikojmë këtu e gjejmë emrin e dënuar nga gjykata ndihmëse italiane në formë të prerë, çka do të thotë ky vendim duhet unifikohet, duhet vijë edhe këtu, duhet njëjtin personin, dhe ai duhet të përballet le të themi me këtë vepër. Pjesa shqiptare është ende akull, është fresk. Dhe këtu që don pak është ajo e Eko Tiranës. Kjo e Eko Parku. Jo, Eko Tirana është kompania me Verona në përbashkët me qanë 4951. Atje në Itali ne kemi arrestuar dhe sekuestruar për bashkëpunim me Ndragetën. 49% shqi nga Ezi, 51% shqi Tiranës, akull i bardh. Por ajo arka si ndajmë të lekë të pisë me të pastra aty një llogari. Sepse unë besoj se antimafia italiane është serioze në dosjen e saj, ka dhënë shembuj konkret. Po, antimafia italiane është, po. Tani këtu Basir te kjo puna që thot avokati. Ka shanse Velia në qershor si sot avokati se nisur thash nga ky vendim i gjykatës së lartë. Çfarë si e lexon vullnetin që qëndron pas. Unë kam parë, dëgjoj, unë e shoh vendimin e sotëm, edhe një farë ndikimi të ushtruar, le të themi, jo drejt për drejt nga Brukseli, ndoshta ne festuam për të i barën e zi që kaloi me vendim të bardh në Bruksel, por kur pas deklaratat e ambasadorëve gjerman dhe holandez, sot kishte sërish një deklarim të detajuar të ambasadës holandeze, pra që kur futen gjermanët në këtë lojë dhe refreni i tyre thotë është pa negociueshmëria e standardeve të drejtësisë. Edhe Balluku përmendet sërish si një lloj amnistie politike e ndikimit mbi drejtësi, dhe I them edhe këtu, edhe gjyqtarët të cilët dinë që janë në një mbikëqyrje partnerësh, nëse ata bëjnë një çok politike të justifikimin e mëvonshëm ligjor, nuk do të dinë ku do të shesin. Them që edhe këtu kemi ka një ndikim pozitiv, edhe Trysnia e ardhës ambasadorit të ri që edhe ai vjen në qershor më tepër se lirohet Velia në qershor, besoj këtë bazë do fitonin më shumë se sa lirimin. Ja do diskutojmë Bereta jeshile është me prioritete të qarta, të shprehura në mënyrë të përsëritur. Po. Armër, si e shikon këtë vendim për zotin Velia, e thash, nisur nga fakti që
kudo po përflitej si një ngjarje që Veliaj mund të lirojë Si s'ke dinë sigurt. Nisur nga fakti që edhe gjykata kushtetuese të hënën dha një vendim që u lexua si pro Veliajt. Shiko, duhet të shikoj detajet që t'jap një vendim, por qartazi nëse ka patur shkelje procedurale siç e ka quajtur gjykata kushtetuese në qëndrimin e saj të fundit për zotin Veliaj, duhet kishte, mendoj unë, një lirim, sepse gjykata kushtetuese e ka quajtur që ka patur shkelje sidomos me masën që është dhënë ndaj zotit Veliaj në vendimin e saj të fundit. S'ka thënë ka shkelje. Edhe i ka urdhëruar që të ketë një rihetim të rihapje, rigjykim të çështjes. Pra, s'ka thënë ka ashtu, thënë gjykata kushtetuese që të ketë një rihapje së fundmi, a ka thënë kështu? Ja. Po çfarë ka thënë? Ka thënë nuk keni arsyetuar vendimin si gjykatë e lartë në përputhje me atë çfarë ka vendosur Kolegji i gjykatave. Që do thotë? Që do të thotë që kur keni vendosur masën e sigurimit personal arrest me burg, do duhet që të arsyetonit edhe pse asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme për zotin Veliaj. Pra nuk e kanë arsyetuar. Bravo. Pra ka patur një vendim gjysmak për masën e sigurisë. Sipas gjykatës kushtetuese. Kushtetuese nuk interpreton thelbin e. E thotë gjykata kushtetuese për procesin e zotit Veliaj. Shiko, nuk ka merr vendim, gjykata kushtetuese jep opinion. Patjetër, jo, ajo thotë çfarë ka ndodhur me procesin në aspektin ligjor. Opinioni merret më pas Se në bazë të asaj jemi duke diskutuar për këtë çështje të tjera. Shiko, ajo që ne kemi thënë që në krye të herës dhe nuk ka të bëjë me emrin e zotit Veliaj. Nuk ka të bëjë me pozicionin që ai mban. Ka të bëjë me një qytetar të Shqipërisë, ndaj të cilit ka patur apo jo tendencë nga ana e SPAK dhe GKK-s. Koha po tregon që ka patur një lloj tendence, koha po tregon që nuk ka patur një transparencë të plot për procesin ndaj tij, dhe koha po tregon që nuk ka qenë argumentuar mirë pse duhet ishte në burg dhe duhet ishte me arrest shtëpie. Po flet për Veliajin apo për qytetarin e Veliajit? Për Erion Veliajin po flas. Po pra, për qytetar. Si qytetar. Nuk kam një Rizar Alibali, shumë gabim. Që nesër e kam në gjykatën e apelit. Erëndësh jam me ty. Edhe ai qytetari im, që mbrohet nga unë, që ta dish ti, ai nuk ka as edhe një gjë më pak se Lalieri, bile unë jam 1 miliard % i sigurt që ai si ka futur dorën në xhep kurkujt, kurse për Lalieri nuk e bëhet dot këtë past. Shumë dakord. Hajde le të ta ndrojmë temën e diskutimit. Moralisht, Lalieri duhet të shkojë aty ku është. Tani. Moralisht ashtu se. E ndryshojmë temën e diskutimit e bëjmë edhe për qytetarin, se kishte emrin fal? Rizar Alibali. Rizar Alibali dhe Erion Veliaj. Do ta bëjmë kështu? Unë jam dakord. Unë jam dakord për gjithë qytetarët. Unison. Po. Se janë frymorë gjithë. Po. Okej, këta. Flasim për pjesë. Të mbrojmë çdo qytetar që i bën një shkelje. Po pse ta mbrojmë Veliajin? Absolutisht. Po për çdo qytetar po them. Dakor. Edhe atë që thua ti për Rizajin, madje vëmë dhe temën e ndryshojmë Erioni dhe Rizaj përballë gjykatës. Jo ka diçka që ne po. Dhe jam dakord. Jo, po të paroj arbrit. Dhe jam, domethënë shtojmë diçka, se shumë interesante. Absolutisht. Dhe ka një gjë që në fillim u vure që kishte një lloj tendence. Akoma sot e kësaj dite, po të lexosh me vëmendje çfarë thuhet dhe çfarë ka dalë në media, çfarë ka dalë nga prokuroria e posaçme, ti nuk e kupton ore cilat janë akuzat që rëndojnë ndaj Erion Veliajit. Cili është rreziku që Erion Veliaj po të dalë jashtë do prishi provat. Ka thënë gjitha, po ti jam ti sipas ke lexuar. Ata se kanë thënë se unë doqa me vëmendje pjesën e gjykatës e procesit që u bën në gjykatën kushtetuese, dhe ishte një argumentim shumë i dobët nga ana e asaj që kishte bënë nga gjykata kushtetuese. Nga SPAK në gjykatën kushtetuese. Po ç'lidhje me këtë të fundit e ke fjalën apo atë është kur gjykohesh në lidhje me a duhet të ishte kryebashkiak apo jo? Me atë të kryebashkiakut dhe të tjerë. Ajo nuk ka lidhje me këtë. Dhe ka një gjë. Dhe shkoj më tej. Pse them unë që ka patur një tendence? Procesi gjyqësor, përse duhet të ishte me dyert të mbyllura? Tani, unë kam parë në vitet 90 në Itali, ka qenë Tommaso Buscetta, i penduar i drejtësisë, i cili doli kundra Cosa Nostrës, dhe është vënë përballë atij që ka vrarë familjen. I vrau gruan, i vrau djalin, i vrau kunatin, i vrau gati gjysmën e familjes, Totorina, i cili ishte i kapo dhe i kapi, pra, bosi i bosëve. Dhe ka qenë një proces që ishin të përfshirë politikan, ishte një proces i jashtëzakonshëm në Itali. E tronditi komplet Republikën e parë, që më pas edhe u shkri, Republika e parë me demokristianët e socialistët, me Kraksin Qiku e tjerë. Dhe çfarë ndodhi? Rai Uno e ka dhënë drejt për së drejti atë seancë.
Ajo seancë është ende sot e kësaj dite në YouTube, 6 orë dëshmi. Dhe 6 orë dëshmi, imagjinoni, një njeri që del përballë atij që i ka vrarë familjen. Del përballë një njeriu që ka vrarë mbi 1000-2000 veta me porosi direkte. Dhe që u than ja shumë emra gjyqtarësh, policësh e tjerë që mund të cënonin hetimet në të gjitha etapat e tyre. Pra, nga fillimi deri në fund mund të cënonin hetimet. Dhe çfarë bën? U vendos për hir të transparencës, për hir të edukimit, për të treguar që në fund të ditës para gjykatës të gjithë janë të barabartë, por janë edhe kokulur. Çfarë bëri gjykata italiane? Vendosi që procesi të ishte i hapur. Ata që janë kurioz të futen në YouTube e kanë atje. 6 orë dëshmi, 6 orë ballafaqim. E kam ndjekur të gjithë redi, nga fillimi, nga fillimi në fund. E kam ndjekur dhe i sugjeroj të gjithëve ta shikojnë. Si mund është duke si film, por është të vërtet, është e vërtet. Dhe tani vim në Shqipëri. Vim në Shqipëri. Për zotin Meta nuk lejo që të jetë seancë e hapur me mediat. Për zotin Velia nuk lejo që të jetë seancë e hapur për mediat. Ka pretendime që kanë qenë tendenciozë, që arrestohen, pastaj hetohen. Një tjetër mënyrë anapolla e të bërit të gjërave. Tani, pra dhe këtë vendim gjykatës të lartë Arbër e çon këtë unë nuk i hy fare, unë i respektoj tendencioz si vendim. Jo, unë i hy, nuk i hy fare vendimeve që marrin gjykatat jashtë GKK-s. Madje i respektoj dhe gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Nëse ata thonë që duhet të rri dhe ato e vendosin. Por unë them në gjithë të situatë, a ka patur një lloj tendence ndaj zotit Velia? Jo. Unë them që po. Unë them që po, sepse ka një gjë. Ka një vit në burg dhe tani ka filluar procesi apo jo, gjykimi. Mund të kishte filluar më vonë. Më vonë, më keq akoma, e kupton? E thua ti më keq akoma. Pra, si mundet ata janë në spirit të ligjit? Si mundet të arrestohet një njeri dhe hetimi të ndodhi kur ai është në burg? Pa kjo nuk funksionon kështu. Drejtësia mbaron hetimin, pastaj të arreston më zotri. Kanë disa gjëra shumë interesante që se tani dhe e mbylla Basir e fundit fare. Dhe ka një element që duhet ta themi për opinionin publik. Mos ndoshta kanë frikë gjykatësit për shkak të këtij opinioni publik që e dënon. Ja si tha Nardi. Pra, është miku i Nardi që është avokat, tha Erion Velia është aty ku duhet të jetë, tha. Shiko, e bëi gjyqin publik. U tregua gjykatës. Nardi e hoqi kostumin avokatit, veshi kostumin dhe veladoni e gjykatësit. Marrë referencë vendimin e gjykatës. Jo, për mua ata ka futur dorën në xhep. Për mua ka futur dorën në xhep. Për mua ajo është hajduti më i madh. Ja, si qytetar. Unë nuk kam qenë si puna jote. Unë po them, ai për mua është hajduti më i madh, po unë nuk jam as prokuror as gjykatës. Po e bën gjykatën ti. Jo, jo, unë e them si qytetar këtore. Ky është perceptiv. Është analizë. Jo, si qytetar. Avokat. Me influencë. Jo qytetar me influencë ti. Ky më thret për një gjë. Ti ke influencë, ja, po. Ti e bëre gjyqin. Ja ti them ti zoti vetëm fjali më fal Basir. Një fjali ka. Vetëm një fjali, s'ka gjë. Mua më mjafton fakti që prokuroria shkon dhe merr arkitektin e asaj që ka ndodhur në Qerret, të vilave në Qerret, dhe ai thot shperimisht, tu ka qenë një vilë, tu ka qenë një vilë tjetër, i prishëm këto dyja vila që të bënin vilën e zotit Erion Veliaj. Dhe të gjitha pagesat e të çdo gjë tjetër aty unë i bëja për hesab të zotit Erion Veliaj. Mua më mjafton kjo më zotëri nderuar. Unë nuk dua fare të dëgjoj ato që thot Basiri, jo ndrageta, jo ndërtimet pa leje, jo dreshje shejtani, jo, janë gjëra të vogla këto. Jo histori e madhe. Unë po flas për gjëra të vogla, s'kam marr burr, ka gjëra. Do se ka gjë të madhe që thot Basiri, mos e di. Shikon, nëse ka gjë të madhe, ai klienti im, është ajo që thot Basiri, nuk janë brekët e bashkëtorës tani. Sot është në burg. Po tani janë brekët tani. Jo, nuk janë. Të bëjmë 1 milion euro s'ka për brek. Ajo gruaja ime ka një vit që më thot mua vlla, se si kam unë si punë asaj Ajolës tani. Ai sekretar bashkie më miku. Ba e mbylla. Dhe ai klienti im sot është në burg, meqense ka qef ky. Meqense ka qef. Unë do bëj një protestë edhe për Rizajin. Ka hetuar. Bëj një protestë për Rizajin. Dhe në Redi e ketë deklarë publike, për Rizajin do dalë. Pse bën si grinjar kot? Jo më se fare. Për Rizajin do dalë, do ta them publikisht. Qese të gjetura me ashash, i është gjesur një gjysmë gishti i majt, i është gjesur në një qese dhe e kanë plasë në Burg. Kaq! Mjafton. Po, Basir, po. Gjithë kjo historia e rikthimit për të rishikuar masën e sigurisë burrë nga një kotec pulash. Ka qenë. Po, e vërtet, ajo e lezës. Dora Ashashat janë kotec pulës, dhe erdhi Ashash, koteci pulave e ndryshoi gjelat në Tiranë. Po cili është problemi që unë kam thënë shpesh dhe në bisedat me miq të mi për gjyqtar, avokat, pra njerëz që e njohin mirë ligjin, të vjetrin dhe triun. Mos është e mundur, ne kemi një vepër të rëndë si incineratore.
430 milionë euro. Dhe nuk kemi akuzë organizatë kriminale, nuk kemi akuzë grup strukturar kriminal. Dhe këtu, edhe Klodian Brau ka qenë pjesë e këtij hetimi, që është drejtuesi i SPAK-ut sot. Edhe disa prokurorë, edhe zot Domani. Ta tani, kjo është një akuzë në vetë edhe prokurorët. Dhe ka diçka aty që është shumë e rëndësishme. Ka një dokument që është bërë dhe publik, ku zoti Velia i merr tagrat e këshillit, firmos në emër të këshillit, është vepra penale. Mjafton aq. Tjetra, ka firmos kryeministri bonus për universin. Ka firmos në mars, është duke ardhur diçka o zotëri tim tokë ti lumiku. 8 pik bonus kompanisë që nuk ekziston kur ishte dhënë në dieni nga ministra që ishte ndërlisë e parlamentit. Ermonela Felaj. Ermonela Felaj. Edhe kjo është me dokument. Tani, orë zotërin prokuror, ju burra dhe gra që ne u kemi besuar dhe shqiptarët ju kanë paguar me shkuatje me e bu këtë punë. Po mirë, pse talleni me ne? Ose na thoni që Ramës e kanë firmos me zor këtë letrën. Velia kanë marrë natën, e kanë grabitë dhe e kanë dorëzuar të tjerë. Po mirë, më këta gjenë vetëm Lefter kokën për çdo gjë që ndodh atje dhe kape veri dënim me Lefterit. Rrezik me arta të Al-Kaidës sot Lefteri ka takua. Kjo është komedi e zezë kjo. Dhe këtu, edhe kjo ide e transparencës, unë shoh një përpjekje për të zhvendos nga fokusi, duke ditur se majtisi Velia e tjerë është mjeshtri i propagandës. Tani, çfarë po diskutohet këtë çështje Veliaj? A ka drejt gjykata lart, a ka drejt gjykata kushtetuese, është emëruar në mënyrë drejtore si dato? Nuk duan hiç më këto zotëri. Unë si qytetar shoh, a ka vjedhur ajo Veliaj? Ai ka kërdisur taksat e shqiptarëve? E vendos gjykata atë. Tani, jo, si qytetar këtë pres me gjykatës. Tani, edhe pyetja është sigurisht. Edhe pyetja është, ore, e ka ditur Veliaj dhe profesorët e ligjor që ose dato pas ka pasur një problem procedural me emërimin në detyrë? Kjo në rikthen që ky moskallëzim i një vepre penale vetë ka paditësin aktual ngarkon me një përgjegjësi. Tani, mua nuk më intereson se si është emëruar Ulsidati. Nëse Ulsidati ka bërë mirë punën, Ulsidati vazhdoi ta bëjë, ta çojë deri në fund të punës. Se kjo nuk varet nga mënyra se si është emëruar. Se aty është hetues Altin Domani në këtë çështje. Dakord. Tani, por tentativa për ta se ka një Harari ka një gjetje ndaj prokurorëve jep drejt Veliajt, ë? Jo. Kjo, domethënë, jo nuk jep drejt. Serioziteti. Jo nuk jep të drejt. Ti po thua që kanë prokurorët. Jo nuk jep të drejt. Pse thot tani? Pse ka fshehur me që ka ditur? Unë nuk e kam ditur, do kam thënë. Shumë gjëra që i kam ditur kam thënë më herë, dhe do i them. Ka një qasje interesante Yuval Harari tek një nga veprat e tij që në leksionet e shekullit 21. Thotë shpesh kompanitë mediatike dhe korporatat në bashkëpunim prodhojnë realitete të cilat nuk janë reale që vëmendja e opinionit publik të shkojë atje dhe jo tek aktualiteti dhe përditshmëria e tyre. Dhe këtë duke prodhuar një grupe mediatike, korporata dhe grupe kriminale. Këto lloj realiteti për cilin po flasim. Po pikërisht pra duke prodhuar diçka OMG për të ashtitur qytetarëve se ky është halli jonë, jo zotëri. Unë mendoj dhe besoj që qytetarët shqiptar, jo vetëm për zotin Velie, por edhe çdo zyrtar tjetër që ka qenë në zyrë publike dhe akuzohet për korrupsion, ka vjedhur ku janë parat të kthehen. Dhe cili do përgjegjës që ka nënshkruar dhe ka grabitur parat, të përballë ndërsinë dhe të marrë atë ndëshkim që përcakton kodi penal në bazë të kodit procedurës e një sër gjërash të tjera. Po tani ta zhvendosim këto histori tek fustanet, tek atletet, tek çorapet. Ndërkohë që këtu janë grabitur janë miliarda euro, janë miliarda euro. Këtu është një fjetore betoni është prodhuar nga një firmë. Pse nuk e kanë thirrur Edi Ramën prokurorët për këtë gjë? Ka një firmë. Është kryeministri le të jetë. I kërkoj shpjegime sepse ti nuk mund ta mbyllësh hetimin pa i kryer veprimet procedurale të gjitha më. Pse po i kthen gjykata? Janë 3 raste që gjykata kanë kthyer me Zyren, me Jarena Gjokën, edhe rast tjetër mos gaboj, i ka kthyer gjykata e posaçme, pra nuk jemi tek afërmendshmi, kemi dalë në një etapë ndryshe ku po kthen sepse i thot 20 veprime hetimore pa kryer, se në ardhi e di më mbi se ky se nga prekur dosja fare më. Se kanë hapur. 20 veprime, një harron, pa kujdesshëm. Agenti BKH-sa, prokurori ka qenë me barr njëri, shtat zonë tjetri me prostata i tjetri, dhe rrëshqiti situata. Ky ka 20 veprime hetimore pa prekur asgjë. S'ke marr letrat as në Greqi, as në Athinë, as në Tiranë, as tek ILKPD, as tek DSIK. Po çka ke bërë? Po flasim kështu. Nëse nisemi nga kohë, po flasim për një drejtësi me regji, siç paraton. Nëse nisemi që është kështu. Unë këtë gjë e ka të drejta kontestoj këtë gjë. Ai është pjesë e regjisë. Velia është pjesë e regjisë. Kur ishte jashtë. Tani që i ka ndalë, le të themi, oktava, i ka ndalë notat ndryshe nga
Ka pentagram i dikushëm, tani është viktimë me prodhimit vet. Basir, fole për ambasadorin amerikan i cili po thua do vi më sa kam dëgjuar vjen në qersh se zakonisht vjen. Zakonisht vin në do jetë brenda vitit, në brenda vitit. Do jetë brenda vitit. Kam qenë të përplasëm me qershorin e Nardit për lirimin, por ideja është si lidhet kjo, si e vlerëson këtë mas sot me idenë që SPAK-u është investimi drejt për drejt i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe ka mbështetjen e tyre të plot, pavarësisht sepse kjo lexohet shumë, pavarësisht kulisave që bën politika shqiptare për të le të themi për të liruar apo për të shfaqsuar hallka të rëndësishme të pushtetit, SPAK merr drejt për drejt direktiva dhe mbështetje nga Washingtoni dhe nga Bashkimi Evropian për t'i bllokuar, pra në një luftë të supozuar midis politikës korruptuar shqiptare dhe Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë në dorë një instrument si SPAK-u, SPAK-u sot mund ta lexojmë si një fitore të madhe apo një gol të rëndësishëm në raport me politikën e korruptuar. Luhatja është mes Pirës dhe asaj fitores të madhe që akoma unë nuk e ndaj dot, kam qenë skeptik për shumë. Liria e Veliajt, a nuk do ishte nëse Veliaj do lirohej sot, a nuk do konsiderohej një dështim i SPAK-ut, i madh i SPAK-ut? Nëse do lirohej sot, sepse sot po pritet ajo që është bara e provës dhe gjendjen në cilën ndodhen aktet dhe provat se prokurorët hetojnë dhe gjëra të tjera dhe ja vjen dispozicion gjykatës që kjo mas ka edhe ngarkesa